Pronarët e salloneve të veturave të përfshira në fajde, tha sot drejtori i Policisë së Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Gazmend Hoxha ka deklaruar se sallonet e veturave janë të përfshira në veprimtari të fajdes në Kosovë. Ai këto deklarata i bëri gjatë prezantimit të punës vjetore të Policisë Rajonale të Prishtinës, ku foli për masat dhe hetimet që po zhvillohen ndaj këtij fenomeni. Hoxha bëri të ditur se Policia e Kosovës ka krijuar një task force të veçantë për luftimin e fajdes, ndërsa deri më tani janë identifikuar 3 forma kryesore të kësaj veprimtarie ilegale. Sipas tij, njëra nga format është kur fajdëgjeu dhe viktima paraqiten së bashku te noteri për të notarizuar marrëveshje që në thelb përmbajnë fajde. Forma tjetër, siç tha ai, lidhet me sallonet e veturave dhe procesin e shitblerjes së tyre, për të cilat ekzistojnë dyshime se po shfrytëzohen për praktika të fajdes. Sipas informacioneve që kemi, pronarët e salloneve të veturave janë të përfshirë në fajde dhe për këtë arsye janë duke u hetuar, deklaroi Hoxha. Ai theksoi se hetimet janë në vazhdim dhe se policia në bashkëpunim me prokurorin do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të luftuar këtë dukuri, duke u bërë thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo rast të dyshim.